Për momentet e vdekjes të besimtarit dhe të jo besimtarit. Kjo ka qenë me sa duket një video, kam qenë kështu dikun te mektebi, jem aty në një ligjerat kështu të hapët, mirë po ka ra tema e kësaj. Subhanallah, njeriu kur me folin për këtë temë me vërtet emocionohet, për shkak se ne dim se vdekja është hak. Allahu azza wa jalla thotë ja'at sakratul mauti bil haq. Me të vërtet agonia e vdekjes do të vjen me të vërtet. Dhe kjo është ajo për të cilës do ti mundohesh me ik. Vdekja është prej gajbit. Vdekja, me besu se çka ndodh mas vdekjes, është prej gajbit. Janë çështje. Gajbi çka është? Gajbi është sende që ne nuk i shohim. Mirë po duhet me besu për shkak se Allahu azza wa jall i përmend dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na kanë tregu. Po duhet me ndërhi dënjar për sqarim se po ka komente çka është gajbi, çka është. Po, termet arabe normal kanë nevojë me u shpjegu. Pastaj sa i përket çështjes vdekjes, se si vinë melekët Allahu azza wa jall, melekul mauti dhe ndihmësit e tij me ja marr shpirtin besimtarit dhe jo besimtarit. Këtë hadith transmeton Bara ibn Azib radiallahu ta'ala an, cili thot se një ditë prej ditëve ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shkuam te varrezat për me varros një shok pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe thot varri ishte duke u përgatitur ende, pra nuk ishte përfundu ende varri, përgatitja e varrit. Thot ul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ulëm edhe ne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte një shkop në dorë dhe thot dhe filloi thot me grupu, me lëviz shkopin në tokë. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ta'awadhu billahi min adhabil qabr. Kërkoni mbrojtje prej Allahut nga dënimi i varrit. 3 herë thotë e përsëriti. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja nisi me spjegu se si vinë melekët për me marrë shpirtin besimtarit dhe si vinë për me marrë shpirtin pa besimtarit. Allahu akbar. Dhe kjo, siç thash, është prej fshehtës. Duhet me besu patjetër. Këtë na kene me pa. Ma tash e kena atë perden që s'muj me i pa melekët. Në momentet e vdekjes kena me i pa. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përderisa besimtari është në agonin e vdekjes dhe bëhet gati për më përcjell para ahiret, me kalun botën tjetër, do t'i afrohen melekët, do ftyrat e tyre i ndriçojnë sikur se dielli, me ftyrat bukura. Për besimtarin vinë me ftyra të bukura, me vete thot bartin qefin dhe arom, parfum prej xheneti. Derisa i afrohen thot aq sa sheh me sytë e tij, aq afër. E pastaj thot vjen melekul mauti, meleku i vdekjes. Pra vjen njërë ndihmësat, pastaj vjen melekul mauti, meleku i vdekjes, apostafat enkas që e ka caktuar Allahu azza wa jalla për me nxjerr shpirtat e njerëzve. Thot sa i del shpirti, automatikisht prej dorës melekut mautit e marrin melekën ndihmësa që i përmenda më herët. Thot dhe e qefinosin me qefinet e xhennetit, e parfumosin me parfumin e xhennetit. Praktikisht del më shpirti. Del shpirti. Besimtari domethënë është i kënaqur. I kënaqur. I qetë. Për shumë melekët e qetësojnë, se Allahu azza wa jalla ka përmend në surën Allahu azza wa jalla Fussilet e përmend. Tregoj surën se kjo nuk ka veç hadith, domethënë lidhet edhe me ajet koranor. Padyshim, Allahu azza wa jalla innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ata të cilët thonë Zoti ynë është Allahu dhe pastaj qëndrojnë thot fort rreth kësaj fjale. Pra i zbatojnë urdhat e Allahut. I durojnë torturat, provat, ofendimet, çarjet vetëm për hir të Allahut azza wa jalla. Tatanazzalu alehimul malaikatu. Në momentet e vdekjes, komentatorët thonë, i zbresin atij melekët, alla takhafu, e qetësojnë, mos u friksoni, wala tahzanu, as mos u mërzitni, wa abshiru,
përgëzoni bil jannati allati kuntum tu'adun, me xhennetin që Allahu Azza wa Jall ka premtuar ju si besimtarë. Allahu Akbar. Pra ato që nuk besojnë hadithe, vetëm Kur'an, që në Kur'an? Hadithet ndoshta nuk i besoni, po edhe Kur'ani po e thot njëjtën. Vazhdo me hadithin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atar pasi çefinosin melekët ndihmësat e parfymosin shpirtin e tina, thot dhe marrin rrugën për të ngjit drejt qiellit. Allahu me shpirtin e besimtar. Me një transmetim tjetër thot, nuk ka melek, të gjithë dyert e qiellit i hapen. Ala ende janë sa e kanë marrë shpirtin, gjithë dyert e qiellit thot hapen dhe gjithë melekët luten që shpirti i tij i mirë me erë të këndshme me kalu prej derës që ata gjenden në qiell. Prej gëzimit madh që e presin shpirtin e besimtarit. Ngjiten në qiell, ngriten për më ngjit me shpirtin e tij në qiell për të Allahu Azza wa Jall. Dhe kur kalojnë në qiellin e parë pyesin melekët e qiellit parë, thonë, kush është ky njeri, ky shpirt i mirë me erë të këndshme, me erë të mirë? I thuan melekët, i përgjigjen, filani i biri i filani, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me emrat më të mirë që e kanë thirrë në dunja. Dhe kështu thot e përcjellin melekët e qiellit parë deri te qielli i dytë, melekët e qiellit dytë deri te i treti, te i katërt, te i pestit, te i gjashtit, te i shtati, derisa arrinte afër Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu Azza wa Jall thot, shkruani emrin e robit tim në regjistrat e banorëve të xhennetit. Ti kish takohet i vdekurin me Allahun. Takohet shpirti është ngjit dhe dëgjon zonin e Allahut Azza wa Jall. Thotën, shkruani emrin e robit tim në regjistrat e banorëve të xhennetit. Allahu Akbar. Dhe thot Allahu Azza wa Jall, pastaj ktheni thot shpirtin e robit tim në trupin e shpirtin e robit tim në trupin e tij në varr. Dhe e sjellin melekët, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është për jetin madhështor, domethënë. Subhanallahu. Shpirti shkon te qiell te Allahu, te Allahu Azza wa Jall. Edhe e dëgjon Allahun të thonë. Dhe e dëgjon, për shkak se Allahu thot, regjistroni emrin e robit tim në regjistrat e banorëve të xhennetit. Këtire u bën Allahu Azza wa Jall melekëve. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e përcjell. Edhe ki vdekurim është i lumtur, fitova. Ai është padyshim besimtari prej momentit kur e sheh melekun e vdekjes, e din se çka veprohet me ta. Se nëse i vin melekët me fytyrë të mirë, kuptohet. Tash është momenti me Allahun, për të dëgjon Allahun të fort. Padyshim është edhe të përgëzu Allahu. Është moment. Allahu na mundson. Amin ya rabbel alamin. E pastaj vazhdo. Thot zbritje poshtë. E zbresin shpirtin melekët. E fusin në trupin e robit të Allahut Azza wa Jall. Dhe thot posa vin në tokë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky i dëgjon hapat zhurmën e këpucëve të njerëzve të cilët largohen dhe e lan. Me cilën e lan tash? Faktikisht ato që kanë ardhur në varrim, po, përderisa ti ke qenë me melekët në për 7 katë qiell, shpirti kanë përfunduar, po, ato pjesëmarrësit në varrim, po. Edhe ti i dëgjon të shku. I dëgjon, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zhurmën e këpucëve të tyre. Allahu Akbar. Dhe thot, e tash vjen ajo vlla testi vërtet për besimtarin. Tash janë varr, i vetëdijshëm që janë varr. Tash janë i vetëdijshëm që janë varr dhe tash fillon, ama ende nuk ka mbaruar. Po, procedura lo. Tash është procedura finale që i thonë, a shpëton manaton, a kënaqet në varr apo dënohet në varr. Që kjo është procedura finale, që i thonë. Si ajo ndeshja që e luajtën këtu tash në fund. Po kjo është shembull shumë për shkak se varri është, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është i errët, është errësirë, është i frikshëm varri. Aty të lën krejt, si thash, krejt, edhe baba dhe nona dhe krejt aty në çokë pas hatrit në dynja krejt kanë lënë. Krejt thon gjenazja, edhe tutën prej teje mo. Tutën prej teje se e bë. Ato janë të hongër bukë atje në restoran. E ti mo ke me. Ti ballafaqohesh vet. Nëse Allahu nuk përforcon Allah. Si thot Allahu, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allahu i përforcon ata të cilët besuan me fjalën e fortë. E përqendruar në cila është fjala e fortë, la ilaha illallah. Dhe i vin melekët Munkir dhe Nakir. Janë dy melek apostafat, cilët Allahu Azza wa Jall i dërgon enkas për t'i testuar robët e tij, edhe besimtarët, edhe pa besimtarët.
Këto e kanë njëjtën detyrë. Si për besimtarin, si për pabesimtarin. Vinë thot me një transmetim tjetër thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur vinë thot e gërrin tokën me thojtë e tyre. Flokët i kanë të gjatë, shlum. Dhe thot janë në gjyrë zezë, në gjykale. Pak a shumë, sa mundet me përkap truni njeriut, në për transmetime që ka ardhur. Ne kena me fol vetëm atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për neve është vul fjala e pejgamberit. Andaj pa kompleks thuhet çfarë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me krenari hoç. Sallallahu alaihi wasallam. His mërzitimi me diumet ato të thënë kështu, një imam tha kështu, një imam tha ashtu, skandal, në thojza ku diçka. Hiç besmërzitimi për ato. Mërzitemi vëlla se fundit Për krejt neve hadithi është vulu krikit më. krejt det e shohin. Funit krejt kanë me pa. Këtë me pa. Ketë. Mirë, nuk është ashtu si thash. Si tham ne, jo fjalë tona, po fe pejgamberin. Mirë, nuk është ashtu. Nuk, po me qenë ashtu. E ti si e përgatit. Që kjo S'ka është. shans dytë. Ti mendoje kështu. Mirë, nuk është. Që, unë e kam besu kështu, Po. edhe mos me qenë nuk prish punë. Po. Shembull. Shembull. Audhu billah. Po, shembull. Je Për qartë, fol je qartë. islamofobët po flasim. Po. Edhe mos me qenë. Kështu. Ama me qenë çka bën ai? Unë me qenë çështu që shpëthom unë, si thom unë, me Fitoj qenë unë, po. fitoj, alhamdulillah, shpëtoj para Allahut azza wa jall dal fitimtar. Përgjigjna. Ama ai mos me qenë, ne të mendohet. Atër vazhdo që kumbet. Thot Vin me nkiri dhe dhin munkir dhe nekir dhe thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ulin. Pra ghaib. Nëse e qelmi në avarrin tash, cili do të dekuri? A është në i shtrejta i ult? shtënit është. A pejgamberi jon thot e ulin. Transmeton Buhariu. Po, Hadithin. ka dallim dy botra. Botën tonë është xhenozja e shtrime, Qashtu. njerëzit të mos skeleti edhe mos çashto më Qashtu. e përfundon. Bota tjetër ka Ka proces. tjera dispozita. Procese tjera që ne nuk i shohim me sy, ama i besojmë se jemi musliman. Po. Jemi besimtar. Prandaj quhemi besimtar. Po. Thot e ulin. Dhe pyetjen e parë ja shtrujnë. Ama nuk është kështu pyetje thjesht si unë që ta parashtroj ti ose ti mu. Po i thonë men rabbuk, ato vëlla si thash vinë trishtueshëm. Dhe testi kur bëhet normal është i trishtueshëm, prandaj thot Allahu i përforcon besimtarët. Që përmenda ajetin më herët. Thot men rabbuk, kush është Zoti yt? Besimtari i cili ka jetu në dunja me që këtë emër, të Allahut e njeh, thot Zoti im është Allahu. Ama ato nuk Allah po thot. Allahu, Rabbi Allah, Zoti im thot është Allahu. Me krenari. Me krenari. Pse? Se e forcon Allahu, ka jetu. Mirë po ata, këshire vëlla si çdo test, ka nevojë për argumente. Ka dalë thua Allah. Ka dalë ti Allahu, Çka ke bë për Allah? ama i thojnë ata wa ma yudrik. Ka e ditë ti se Zoti jot është Allahu. Tamam, kjo është pyetje shumë e rëndësishme. Po. Mi ka e ditë ti se Zoti jot është Allahu. Thot qara'tu kitab Allah. E lexova librin e Allahut. Dhe aty e kam kuptu dhe i kam besu, thot, dhe i kam besu se Zoti im është Allahu. E lexova librin e Allahut, por e ka lexuar Kur'anin. Nëse ti si bindesh Kur'anit, se lexon Kur'anin, se mëson Kur'anin, se praktikon Kur'an, çish me ditë se Zoti jot është Allahu? Tha e lexova Kur'anin dhe e dita dhe e besova se Zoti im është Allahu azza wa jall. Pa i thonë kush është feja jote? Pyetja e dytë. Pyetja e dytë. Thot feja ime është Islami, ka e ditë. Thot e lexova librin e Allahut dhe i besova. Pse Allahu thot inna ad-dina inda Allahi l-Islam. Me të vërtet feja e vetme e pranuar tek Allahu azza wa jall është Islami. Allahu që sa ka kurtis botën, tokën, qiejt, vetëm Islam. S'ka pas fe tjetër. Pastaj thot kush është ai njeri që është dërguar te ju? Ai burr që Allahu e ka dërguar. Thot ky është i dërguar i Allahut. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pika e ditë e lexova librin e Allahut dhe i besova. Allahu thot Muhammedun Rasulullah. Muhamedi është i dërguar i Allahut. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tash vjen përsëri përgjigja prej kujt? Prej Allahut azza wa jall. Domethënë tre pyetje të jep I jep. pozitivisht besimtari. Ne për këto tre pyetje kemi ardhur dunja Allah. Allah. Prandaj i thonë tre parime. Pse i thonë na librin tre parimet? Çto tre parime dush patjetër me i tej kalu në varr, edhe dynjaja krejt është rrotullohet rreth këtyre tre parimeve për besimtarin. Nëse ke këto dështon një dështumje. Allah
Islam, Allah, pejgamber Islam sallallahu dhe alaihi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Muhammed sallallahu. Dhe me një disa transmetime edhe Kur'an. Edhe Kur'ani, libri i Allahut azza wa jall. Vjen thirrja, përgjigja prej anës Allahu thot sadaqa abdi. Të vërtetën e ka thonë robi im. Allahu. Thot shtrojani varrin me shtroj prej xheneti. Shtrojani varrin thot me shtroj prej xheneti. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i qilet një dritare në varr dhe e sheh vendin e tij në xhennet që ka përgatitur Allahu azza wa jall për besimtarët. Me një transmetim thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i del një njeri me një fytyrë të bukur, i veshur bukur, me aromë të këndshme. Dhe ky i thot Allahu qoftë myshde të mirë për ty. Thot se ti vjen thot me një myshde që më gëzon mua. Po kush je thot ti, se nuk e njeh. Thot edhe ty, për ty Allahu ka përgatit kënaqësi dhe xhenete që do të ketë kënaqësi për hershme në to. Thot unë jam vepra jote e mirë që e ke vepruar në dunja. Thot vallahi nuk të kam njoft, i thot vepra, vetëm se ti nxitoje thot për kënaqësinë e Allahut, në bindje ndaj Allahut dhe ishe i ngadalshëm ndaj kundërshtimit të Allahut për gjuna. Dhe pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dritarja e sheh vendin e tij në xhennet dhe thot kur e sheh se çka e pret për kënaqësive në xhennet. Thot o Zot bjera kiametin sa më shpejt. Që shkoj në xhennet Ti shijoj. Ti shijoj. Varri thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zgjerohet sa sheh syri. I zgjerohet për shkak se ne dim se varri edhe ka azab. Besim. Kemi ndalë atë. Kemi ndalë tash. Kilometra. Po. Zgjerim edhe është vend banimi njëri në kiamet. Deri në ditën e ringjalljes banimi është i besimtarit në varr. Mirë, po shpirti i tij kur të flasim ndonjëherë, inshallah nuk i dihet, në të ardhmen, kur të flasim për shpirtin, shpirti ka tjera dispozita. Ka disa shpirta që shkojnë në xhennet, kënaqen, s'ta kthehen në varr, si shpirtat e shahidave, për shembull, që bëhen kandila, si ato kandilat në xhennet që shkojnë shëtisin në për xhennet. Shkojnë kthehen, domethënë shpirti ka disa dispozita tjera që inshallah kjo është temë, domethënë faktikisht besimtari në varr do të kënaqet. Do të kënaqet padyshim. Okej. I bëhet kopsh prej kopshteve të xhenetit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ky varr bëhet ose kopsh prej kopshteve të xhenetit ose grop prej gropave të zjarrit. Allahu na ruaj. Atë vazhdojmë për vdekjen e jo besimtarit. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tash kur tregon për vdekjen e besimtarit, momentet e vdekjes, besimtarit dalje shpirtit që është shumë e trishtueshme, është shumë e frikshme, është shumë e dhimbshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur besimtari i vjen agonia e vdekjes dhe është momentet e fundit, bëhet gati për me dal prej kësaj dunjaje, për me dal në ahiret, për me kalu në botën tjetër, t'i vinë melekët për me marr ndihmësat e melekul mautit. Thot të vinë thot me fytyra të nxira, të shëmtuara, të frikshme. Dhe ja afrohen thot dhe me veten mbajnë çka? Mbajnë thot qefinet prej xhenemit. Dhe aromë të keqe. Thot ja afrohen sa sheh syri. Afër. Pastaj vjen thot melekul mauti. Vjen meleku që i nxjerr shpirtin. Dhe i ulet thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek koka. Një sikurse me besimtarin, me pa besimtarin, vetëm se dallon tash mënyra. Jo mënyra e bukur dhe e mirë, po mënyra e keqe dhe ndëshkimit, për shkak se ka qenë krenar ndonjë me djemat dhe Allah tash e sheh poshtërsinë. Dhe i thot: "Dil o ti shpirti i keq, i shëmtuar. Të dil në hidhrimin e Zotit tant." Kur ja thot që këtë fjalë e kupton më realitetin e botës tjetër dhe çka e pret më andej, shpirti i këtij i keq shpërndahet thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të përgjithë qelizat e trupit nuk don me dal. Se s'don me dal. Për shkak se s'ka përgatit kur zho për atje. S'është përgatit për takimin me Allah. Tash e kupton. Ma tash mo tash është vonë. Dhe i thot: "Dil o ti shpirti i keq, shpërndahet
nuk don me dal. Atëherë thot e nxjerr meleku i vdekjes shpirtin e tij me forcë, sikurse ai çengeli, a dim çengeli ose një hekur ose që futet thot në leshin e lagur e shkull. Si del çengeli kur e nxjerr prej leshit lagur? Do thonë shkëput shumë fije. E kështu thot ja shkullin thot shpirtin prej trupit. E pasi që sa janë nxjerr shpirtin, e kapin thot alapit, sa e ka në dorë meleku i vdekjes, sa e ka shpirtin në dorë, ja marrin thot menjëherë melekën në dimsa dhe e qefinosin me qefinet e xhenemit, dhe e merr aromën e keqe prej xhenemit dhe fillojnë thot ka i transmetimi për xhenetlimin thash, banorët e qiellit, melekët e qiellit, për çdo qielli, atje i mbyllen më dyrt, pikë qielli i parë, nuk i çelet asnjë derë qiellit. Dhe çdo melek lutet që mos kalojë shpirti i tij afër tina. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e marrin rrugën për me u ngjit në qiell, për me arrit te qielli i parë. Kur kalojnë pranë melekëve, i thonë kush është ky shpirt i keq me këtë erë të keqe, çmtume. I thonë ky është filani, i biri filani me emrat më të këqij që kanë thirrë në dunja, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk i çelet thot, atëherë nuk i jepet leje qielli që të hapet për këtë. Mbet aty. Mbet në qiellin e parë. La marhaban bihim. S'ka për këto ejani, mirëserdhët. Nuk ju çelet. Allahu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam riciton në ajet: La tufattahu lahum abwabu as-sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Këtyre thot nuk u çelen dyert e qiellit. Dhe as nuk do të hyjnë në xhennet. Aq sa ka mundësi që me përbiru devja në vrimën e gjilpërës. A ka mundësi devja me kalu në vrimën e gjilpërës? S'ka mundësi. E këto s'mujnë me kalu qiellin, e parë s'mujnë me kalu. E lejmo me hy dytën, tretën, katërtën, shtatën në xhennet. E atëherë vjen një thirrje prej Allahut. Thot, e regjistroni emrin e robit tim në regjistrat e banorëve xhenemit. Edhe thot, atëherë thot ktheheni, thot Allahu azza wa jall, shpirtin e robit tim te trupi tim në varr. Por nuk e kthejnë me dashamirësi sikurse shpirtin e besimtarit. Thot e gjujnë prej qiellit parë, e gjujnë në varr shpirtin e tij drejt në trupin e tij. Përderisa është këtë gjendje, vinë melekët që i thamë më herët, Munkir dhe Nekir, me trishtim të madh, dhe e pyesin kush është Zoti jot. Thot Thot kush është feja jote? Përgjigja parë shkuj, se tha, kush është feja jote? I habitur. I habitur. Shkoj edhe përgjigjen e dytë nuk e dha. Dhe i thënë, kush është ky njeriu që është dërguar te ju? Thot këto i thonë, tash e bëjnë test, i thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot po, thot kam dëgjuar se ashtu thonin, ama nuk e di. Thot ti as nuk e dite dhe as nuk lexove, nuk mësove. Pra nuk interesove. Ti as nuk të intereson. Ti kur dole në xhallarët me të kallëzu, si ka bot tjetër, ti i more për hajgare me ato. Dhe që pralla arabe. Pralla arabe. Keni mbet ju, bota ka shku në hon, ju keni mbet ala thot me deve, ala. Ama që? Tash. Edhe thot, atër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur një ki jep këto përgjigje, thot Allahu azza wa jall ja dërgon një melek i cili është i verbër, nuk sheh, nuk dëgjon dhe nuk flet. Dhe ka me veti një pendrak të hekurt, një shkop të hekurt. Thot kur nëse e godit malin, thot dhe e bëhet. Malin nëse e godit, kodrën bëhet dhe, thot. Dhe e godit thot me këtë pendrakun këtë njeri. E bon thot dhe. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bon dhe. Mirë po Allahu nuk mbaron aty se s'ka vdekje. Vdekja që tash sa dulet të i sa vdiqe, sa e ndrove jetën. Kish me konë mirë, ti Ishte me konë mirë, ama nuk s'ka shpëtim. thot del. Aq shumë ky bërtet kur e godet meleku, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot
zonin e tij, pisklimën e tij e dëgjojnë thot krejt çka kanë lindje dhe perëndim. Përveç se thot gjinët dhe njerëzit. Nëse e kishin dëgjuar thot s'kishin me gjallë. Për shkak të trishtimi. Për shkak të trishtimi zoni që ai e nxjerr. E pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bile me një transmetim tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse e kishit dëgjuar zonin e tij, thot do të kishit ndru jetë ose shumicë si kish ra, ai kish hub vedien dhe jo vetëm kaq, po nuk do të varrosni thot më njërin tjetrin. Normal, ai trishtim ku të është shumë gjë e trishtueshme, është një zot që s'u përballon veshi i njeriu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë varri ngushtohet. Derisa eshtra me eshtrën e kalon. Derisa eshtra me eshtrën thotë ka aq ngusht i bëhet varri. Thotë dhe i del një njeri me fytyrë të keqe, me tesha të këqija, me aromë të shëmtuar. Dhe i thotë kush je ti, thotë Allahu të shëmtoft. I thotë ky ati. Ti thotë nuk vjen thotë me fytyrë përgëzuese. Tu jam vepra jote e keqe. Thotë nuk të kam njoft ty, thotë vetëm se nga dalshëm ndaj bindjes të Allahut, nuk dojshë me u bindë Allahut, a i shpejt për t'i bo gjuna Allahut, thot. Edhe unë thot, po t'jap myshde për atë e cila është edhe maj keqe që t'pret, që vjen. Atëherës thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i çelet një dritare dhe e sheh vendin e tij në xhenem. Dhe thot, o Zot, mos e bjerë kiametin. Dhe është e kënaq se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i vjen prej çka? Prej dënimit të zjarrit i vjen edhe në varr dënohet. Prej nxehtësisë së xhenemit i vjen në varr, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky do të jetë i kënaqur që vetëm me dënimin e zjarrit në varr nuk don që ta shkon në xhenem, për shkak se xhenemi nuk e përballon kur e sheh se çka e pret. Thot, o Zot, mos e bjerë kiametin. O Zot, mos e bjerë kiametin. Pra vlla, na duhet më përgatit për takimin me vdekjen. Kemë ballafaqur një ditë. Kush është pabesimtari të cili ka me përjetu këtë mërë, të cilën e ka cek pejgamberi ynë? Po, këto janë ata mohusat që nuk besojnë, që kanë bë kufër ose shirk Allahut azza wa jalla. Shkojmë e para, ai i cili nuk beson se ka Zot. Po. Ai i cili nuk e beson pejgamberin. Nuk e beson pejgamberin, edhe ai i cili thot feja ime nuk është Islami. Feja ime nuk është